Rreshjet e shiut të orëve të fundit kanë krijuar një situatë të rënduar në disa zona të Durrësit, pasi shumë sipërfaqe toke dhe banesa janë përmbytur. Situata me problematike ishte në Ishë, Mancë dhe Suks, por edhe në zonën e Borizanës dhe Moriqanit në Kruj. Në këto zona 44 shtëpi janë në ujë, ndërsa në Ishë me shpërmbytur një tjetër banesë. Ndërkohë të gjitha akset kombëtare dhe ato dytësore në qarkun e Durrësit janë të kalueshme, ndërsa uji po tërhiqet. Në terren është ndërhyrë me mjete të rënda nga ekipet e bordit të kullimit dhe ndërmarrjes së rrugëve për të pastruar kanalet kulluese. Në Vlorë erëra të fuqishme që kanë përfshirë qytetin bregdetar kanë rrëzuar druret pyjor në pyllin e sodës, ndërsa një pemë shumë vjeçare pranë rrugës kryesore ka krijuar rrezik për kalimtarët dhe automjetet. Në pyllin e sodës disa pisha janë rrëzuar nga era, duke bllokuar segmentin që të çon në fshatin Zvërnec, ndërsa qarkullimi është vështirësuar deri në ndërhyrjen e strukturave bashkiake. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në 24 orët e ardhshme priten rreshje të herpasershme me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa në Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër rreshjet do të intensifikohen në formë shtrëngatash.